Më shumë se një dekade, Shqipëria ka miratuar ligjin për investime strategjike. Nisma kishte si qëllim thithjen e investimeve të huaja me vlerë qindra milion euro dhe kompanive me emër e përvojë në sektor që konsiderohen të rëndësishëm për ekonominë. Në këmbim, shteti do t'i jepte sipërmarrësve lehtësi procedurale dhe në bazë të vlerës të investimit edhe shfrytëzimin e tokës shtetërore deri në 99 vjet, kundrejt një vlerë simbolike, 1 euro. Deri më sot, për impakte që ligji ka dhënë në ekonomi, nuk ka asnjë raport zyrtar që ta tregoj. Ajo që dim janë investigimet e medjave që tregojnë se si asetet publike janë dhënë një dorë biznesmenësh, pa pyetur as pak se e kujt është prona. Ndaj sot do të tregojmë se si ky ligj, bashkë me projektin për të ndërtuar një port të ri tregtar në Porto Romano, janë përdorur për t'i marrë tokën private banorëve në këtë zonë e për t'ia dhënë investitorit strategjik. E gjitha nisi me projektin e madh për të zhdoruar portin e Durrësit në një marinë turistike për të zhvendosur funksionin tregtar të tij në zonën e Porto Romanos. Meqense do të ndërtohet një port i ri, shërbimet logjistike në afërsi të tij janë ardhmja për çdo që kërkon një biznes të sigurt dhe të suksesshëm. Por cila ishte rruga që ndosh për procesin e shpërsimit për interes publik të tokave që do t'i hapnin rrugë ndërtimit të Porto Romanos? Në fundin e vitit 2020, qeveria shqiptare ndryshoi tërësisht strategjinë e transportit detar dhe në mënyrë të beftë vendosi që porti i Durrësit të zhderojë në një marinë turistike, funksioni tregtar i të cilit do të zhvendosej në zonën e Porto Romanos. Këto ndryshime kërkonin studime për koston dhe fizibilitetin, të cilat mungonin, por nuk është ky thelbi i asaj që do t'ju tregojmë sonte. Më datë 26/2/2021, Këshilli Drejtues i Autoritetit Portual Durrës miraton masterplanin për ndërtimin e portit në Durrës Porto Romano dhe disa muaj pas këtij vendimi, në datën 7 maj 2021, ngrihet komisioni i shpronësimeve për të identifikuar pronat që prekeshin nga ndërtimi i portit të ri. Vetëm se kemi një problem, askush nuk është i sigurt për gjurmën përfundimtare që do të ketë projekti. Për disa arsye. Leja e zhvillimit e dhënë nga Këshilli Kombëtar i Territorit për objektin Porti i Durrësit, Porto Romano, me subjekt zhvillues Autoritetin Portual Durrës, ende nuk ishte zbardhur, pasi rezulton të jetë botuar më 27 korrik 2022 dhe masterplani përfundimtar për zhvillimin e projektit të portit të ri tregtar nuk ishte përfundimtar. Kjo duket në vetë relacionin që ka hartuar Komisioni i Shpronësimit, ku thuhet: kërkesa për shpronësim ka të bëjë me realizimin e projektit të detajuar teknik të portit të integruar Durrës në Porto Romano, sipas masterplanit strategjik Durrës Porto Romano 2030, të hartuar nga konsulenti IMST Young, i kontraktuar nga APD, i cili është në përputhje dhe i pasqyruar në PPV-n e Bashkisë Durrës. APD është në proces të rishikimit të këtij masterplani dhe hartimit të projektit të detajuar teknik të portit të integruar Durrës në Porto Romano. Pra kërkesa për shpronësim bazohet në një masterplan të kompanisë konsulente Ernst & Young dhe projekti i detajuar do të hartohet nga një tjetër firmë, Royal Haskoning. Atëherë pse duhet të niste shpronësimi, kur nuk dihej gjurma e pasurive që prekeshin nga ky projekt? Ende nuk ishte një masterplan përfundimtar, ndërsa duhen ende muaj për të përgatitur dokumentat e tenderit, për të shpallur fituesin e projektit dhe për të lidhur kontratën. Sidoqoftë, ky është fillimi i problemit. Le të shohim se çfarë ndodh më pas. Më datën 12 tetor 2022, komisioni mblidhe dhe harton një relacion që identifikon zonën bashkë me pronat që preken nga gjurma e ndërtimit të projektit të portit të ri. Në bazë të këtij shpjegimi, niset dhe kërkesa e parë për shpronësim, e cila identifikon 348 pasuri në zonën kadastrale 3184. Në një tjetër vendim, të datës 23 mars 2023, Komisioni i Shpronësimeve përgatit një kërkesë të re për shpronësimin ku numri i pasurive që preken ulet dhe përfshihen 309 të tilla. Kërkesa botohet në fletoren zyrtare numër 119 të kurrikut 2023. Po çfarë ndodh më pas? Më 27 qershor të vitit 2025, Komisioni i Shpronësimeve ndryshon sërish kërkesën për shpronësim. Kjo procedurë do të mbështetet te harta e planvendosjes që kishte dërguar projektuesi në janar të vitit 2025, ku konstatohen se 121 pasuri të përfshira gjenden jashtë planit të zbatimit të fazës së parë, duke lënë në total 188 pasuri. Nga ana tjetër, Komisioni i Shpronësimeve kërkon futjen për shpronësim të 73 pasurive të tjera shtesë që nuk preken nga gjurma se ku do të ndërtojë porti tregtar. Këto pasuri ndodhen në zonën kadastrale 8517 dhe janë jashtë vijës së zbatimit të projektit të ndërtimit të portit në Porto Romano, faza e parë. Dhe cili ishte